Mirë, nëse do të ketë konjuf sa një, i bje që do të dorëzohet Kurti. Nëse thua që dorëzohet Kurti, i bje që do të ketë konjuf sa një. Zoti Kurti është dorëzu. Edhe në qoftë se s'do të ketë konjuf sa një, Zoti Kurti është dorëzu. Sepse jo me dëshirë. Zoti Kurti e ka rëzu kushtetuta, rregulloria, është dalë në votim, nuk i ka marrë votat me udhëheq qeverinë. Është kandidati vetëm me sa dion, që s'ka fitu në kuvendin e Kosovës me udhëheq qeverinë me Kiamet. Nuk o kiamet, po e s'ka fitu. Dhe në përzgjedhjen e tij, në nominimin e Zotit Konjufca, në nominimin e Zotit Konjufca, Zoti Kurti e ka luajtur kartën e Hashim Thoçit. E ka luajtur kartën e Hashim Thoçit, e ka kopjuar Hashim Thoçin. Tha që kishte një qëllim. Tha që kishte qëllimin që të priste të bëhej president. Ja, se ka kopju, thotë. Tha që kur u bë zëvendës kryeministër, u bë zëvendës kryeministër, kjo është bërë president. Kjo është mundu me kopju Zotin Thoçit, sepse është mandatu Zoti Konjufca për kryeministër dhe ky veten e ka kandidu, e ka propozu për ministër të punëve të tjera. Po ka komunikuar me partia. Po siç është një kopje për kopje dopt. Po s'ka komunikuar ky me LDK. Është një kopje dopt që e ka bën dhe që nuk do të funksionojë fatkeqësisht. Ndërsa unë nuk mund të flas për të ardhmen çka do ndodh pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve do të kemi qeveri. Edhe VV-ja me parti tjera dhe parti tjera me VV-n. Do të ketë bashkëpunim. Por kjo legislaturë, këta deputet nuk japin përgjigje edhe nuk japin zgjidhje të problemeve. Kosova ka shumë nevojë, s'ka buxhet, ka nevojë për siguri, ka nevojë për çdo gjë. Megjithatë këta nuk zgjidhin problem. Prandaj është e kohët edhe kandidimi i Zotit Konjufca